Buri ecën 20 milje për në punë, derisa një ditë një polic e ndjek dhe e kupton pse. Para se të fillojmë, ju lutem siguroni që të regjistrojeni na e dini dhe të klikoni zilen në mënyrë që të mos humbisni asnjë postim nga ne. Gjithashtu, lini një pëlqim tani. Makina e policisë u ndal pranë tij, por ai vazhdoi të ecte përpara me vështirësi. Makina e policisë vazhdoi ta ndiqte. Ai duhet të arrinte 10 milje për të bërë dhe do të ishte i sigurt. Ai shikoi orën e tij dhe eci më shpejt. Këmbët i digjeshin ndërsa ndiste makinën, por asgjë nuk e dekurajoi këtë polic. Walter Kerr ishte transferuar në Homewood, Alabama, me nënën e tij pasi goditi tragjedia. Ata kishin shpresuar të rindërtonin jetën e tyre, pasi shtëpia e tyre u shkatërrua nga uragani monstruoz Katrina dhe doni një fillim të ri. Walter ishte një student 20 vjeçar, por ai ishte vendosur të punonte për të mbështetur nënën e tij. Nuk e dinte ai sa e vështirë do të ishte kjo. Walter kishte dëgjuar se kishte një vend pune të lirë në Bill Hobbs, një kompani zhvendosjesh rreth 20 milje larg vendit ku jetonte. Ishte shumë larg për të udhëtuar, por ai kishte makinën e tij të vjetër të besueshme. Ai shkoi me makinë, plotësoi aplikimin dhe pati fatin të merrte një intervistë pikërisht në atë moment. Ai shtrëngoi dorën menaxherit punësimit dhe pranoi të fillonte punën që të nesërmen, sikur të ishte kaq e lehtë. Vetëm pak metra larg hyrjes së tij, makina e tij e vjetër u ndal. Zemra e Walterit filloi të rihte fort, ndërsa hapi kapakun e motorit dhe shikoi brenda. Nga të gjitha ditët, makina e tij zgjodhi këtë për të dorëzuar më në fund dhe për të fikur. Për rabin e tij, fymi doli nga motori dhe ai e dinte se nuk do ta ndiste më. Walteri nxori telefonin e tij për t'i thënë menaxherit të Bill Hobbs se nuk do të ndiste makinën në fundit. Pastaj ndryshoi mendje. Walteri ishte i ri dhe në formë, por prapë së prapë 20 miljet janë një largësi e pamundur. Megjithatë, Walteri ishte i vendosur. Ndoshta mund ta bënte. Ai e futi adresën në Google Maps, pastaj filloi të qante nga disfata. Do t'i duheshin 7 orë për të shkuar atje në këmbë dhe nuk ishte para për të riparuar makinën. Çfarë mund të bënte Walteri? Ai kishte nevojë për këtë punë. Nëna e tij nuk ishte në gjendje të paguante për shtëpinë dhe ata mund të gjendeshin përsëri të pastre brenda një muaji. Walteri thjesht nuk mund ta linte këtë të ndodhte. Ai duhet të përpiqej. Ai vendosi alarmin në orën 12 të mëngjesit dhe u përpoq të flinte mirë natën. Kur erdhi mesnata, Walteri u zgjua. Ai veshi atletet e tij më të rehatshme, veshi xhaketën dhe u nis në mes të natës. Do të duheshin 7 orë për të arritur atje, por ai ishte vendosur të arrinte klientin e Bill Hobbs në kohë. Sikur të mos mjaftonte ecja e 20 miljeve të mundimshme, jeta vendosi të hidhte Walterit një tjetër ktesë. Walteri kishte filluar ecjen me një ritëm të shpejtë, por kur arriti në gjysmë të rrugës, këmbët i driteshin, derisa i rrithte nga fytyra dhe shputët i digjeshin. Kishte ecur mbi 10 milje dhe e mundi po bënte diferencën. Mendimi për humbjen e punës ditën e parë e mbante në lëvizje, ndërsa përqendrohej në lëvizjen e njërës këmbë pas tjetrës, vazhdimisht. Pastaj pa një shkëlqim blu. Ai kishte qenë shumë i përqendruar në mbajtjen e këmbëve në lëvizje për ta vënë re, por një makinë kishte ndjekur të paktën për 10 minutat e fundit. Ishte ora 4:20 e mëngjesit, dhe ai ende kishte kilometra të tëra për të bërë. Pastaj makina ndezi dritat dhe lëshoi sirenën e shkurtër paralajmëruese. Dhe ai e dinte se ato ishin aty për të. Walteri ktheu kokën për të parë makinën e policisë që po vinte pranë tij. "Ku po shkon me nxitim, shoku?" pyeti polici me qëllim. Ai kishte kaluar një natë të vështirë dhe të vonë në detyrën e lirimit me kusht, dhe gjëja e fundit që donte ishte më shumë telashe. Walteri, duke marrë frymë me vështirësi, u përpoq të përgjigjej pa ndërprer rapin. Ai ishte shumë i vetëdijshëm se ora po kalonte. Polici kishte parë mjaftueshëm dhe i urdhëroi Walterit të hipte në makinë. Nuk i interesonte të dinte se çfarë po bënte ky i ri në rrugë në këtë orë të vonë. Për sa e përket atij, ai nuk po bënte asgjë të mirë. Por kur Walteri mblodhi frymën e mjaftueshme për t'i treguar arsyen e shëtitjes së tij të vonë në të natës, sytë e oficerit u zgjeruan nga mosbesimi. Oficeri Sean Gray ishte parë shumë gjëra në jetën e tij, por vendosmëria e këtij djali e habiti pa mas. Ata ngan 6 milje të ardhshme në eshtje, derisa Walteri pa shtëpinë të shfaqej në distancë.
Lehtësimi u përplas mbi të si një val. Ai e kishte dalë para se koha të mbaronte. Ai falenderoi oficerin Gray dhe doli nga makina me dridhje. Por në atë ditë fatale, Walterin e prisnin edhe më shumë surpriza. Policia shoqëroi Walterin deri tek dera dhe i tregoi pronares së shtëpisë, Jenny Aiden LeMay, se si ai kishte udhëtuar 14 milje në këmbë për ta ndihmuar me zhvendosjen. Ai mbeti i habitur nga përkushtimi i tij. Kur mbriti pjesa tjetër e ekipit të Bill Hobbs, Walteri pa u lodhur filloi të ngarkonte kutit në furgonin e zhvendosjes. Ai ishte raskapitur, por vazhdoi. Pastaj Jenny shkroi një postim në Facebook që shpërtheu brenda natës. Postimi i Jenny lexonte: "Dje ishte një ditë e gjatë, po një ditë e mirë. Unë dhe Chris u zgjuam rreth orës 5:45 të mëngjesit për të përgatitur gjithçka për transportuesit tanë. Zilja e derës ra, ishte një oficer policie. Ai vazhdoi të na tregonte se kishte marrë këtë djalë të mirë në Pelham herët këtë mëngjes. Djali i mirë, Walter, tha se duhet na ndihmonte me zhvendosjen tonë sot. Ishte dita e tij e parë me kompaninë e tij të zhvendosjeve, Bill Hobbs, dhe ai po stërvitej sot. Oficeri vazhdoi të na tregonte se mbrëmjen e kaluar, makina e Walterit u prish dhe ai nuk dinte si të shkonte në punë. Kështu që u largua nga Homewood në mesnatë dhe filloi të ecte për në Pelham në autostradën 280. Ai eci gjithë natën sepse duhet të shkonte në punë. Jenny u magnitaj shumë nga vendosmëria e Walterit për të shkuar në punë, saqë hapi një llogari GoFundMe për të mbledhur paratë që i nevojiteshin për të riparuar makinën e tij. Objektivi ishte vendosur në $2.000, por kur lajmi u prap, kjo shumë u tejkalua me një shifër marramense prej $32.000. Menjëherë pas saj, veprimet e Walterit tërhoqën vëmendjen e drejtorit ekzekutiv të Bill Hobbs, Luke Marklin. Marklin nipi menjëherë në Ford Escape-in e tij dhe i çoi nga Tennessee në Homewood. Me të mbritur, ai dha çelësat Walterit të habitur. Walteri nuk mund të besonte syvet e tij. Drejtori ekzekutiv i Bill Hobbs sapo i kishte dhënë makinën e tij familjare. Ishte shumë e vështirë dhe Walteri filloi të qante. Ai nuk ishte përjetuar kur më parë një mirësi të tillë. Ndërsa i gjithë komuniteti u mblodh pas tij dhe e brohriti, sjellja shembullore e Walterit frymëzoi mira njerëz. Postimi origjinal i Jenny në Facebook që atëherë ka mbledhur mbi 2000 shpërndarje dhe komente. Një komentues shkroi: "Jam padyshim e prekur nga udhëtimi i tij. Është mbretëlënse se si mund t'i japim justifikime për të mos bërë diçka, por pastaj ka njerëz si Walter që nuk gjejnë justifikime, thjesht e bëjnë." Një tjetër shtoi: "Çfarë njeriu i sjellshëm dhe i përulur. Nuk mund ta imagjinoj sa herë në atë shëtitje të vetmuar poshtë 280-s në mes të natës, ai donte të kthehej, por nuk e bëri. Ai vazhdoi të ecte derisa arriti atje." Jenny shkroi me abi: "Përkushtimi i Walterit ndaj punës së tij është bërë një simbol i shpirtit amerikan punëtor. Vendosmëria e tij madje frymëzoi një lëvizje #Be Like Walter." Por Walteri mbetet modest dhe i shpërfill lëvdatat, duke thënë thjesht eca. Ai aspiron të bëhet një ditë marins dhe tashmë i ka provuar botës se mund të arrijë çdo gjë që i vendos ndërmend.